marr shkas për bie për atë votimin e asaj Belinda Ballukut. Po mirë zotëri, a jemi të gjithë të barabartë për para ligjit? Me sa duket kjo është iluzion. Po kur drejtësia e kërkon këtë person? Përse nuk e lejojnë ata zotërin të vetë për para drejtësisë, nëse ajo nuk ka vjedhur, nëse nuk ka për shpërdorim të tyre, le të vë prapa ti kuashtë. Çfarë bëhet këtu? Bëhet kryeministri prokuror, bëhet kryeministri gjykatës, bëhet kryeministri Xhano Enveroxhë. Xhano Enveroxhë, patë ne Enveroxhë nuk viste si këta. Çfarë bëhet këtu më? Çojë më atë, jo më të merr aty përpara ligjit. E shikoj çfarë thonë të gjithë ambasadat, të respektohet ligji, të vesh çdo njeri përpara ligjit. Çfarë bëhet këtu më? Çfarë shteti është ky më? Nuk po e kuptojmë fare këtu. Këtu se merr vesh i pari të tytit. Dhe jo e morë të merr aty përpara ligjit. Nëse s'ka vjedhur të jepet pafajësia të shpërblehet ajo. Nëse ka vjedhur të merr aty në aty ku ta konvendi.